Dhe profesor, për të vazhduar aty ku e lë dhe më përpar për sa i përket humbjeve që Ukraina po i shkakonte Rusisë. Sipas komandantit të forcave sistemeve pa pilot, pra të dronëve, në 20 maj është bërë raportimi dhe për 19 ditë e parë të muajit maj, dronët Ukrainës kanë vrarë 19.203 ushtar rus. Kjo gjithmonë sipas sistemit Delta. Si ka ndryshuar frontin këto dronë dhe sa të rëndësishëm janë për Ukrainën? Në fakt ka ndryshuar komplet mënyra të bërit luftës. Në fakt, në këto 4 vite, nisi si një luftë, le të themi klasike nga ana e Rusisë, me një reagim nga Ukraina në mbrojtje, në mbijetesë. Ose në fillim, për thënë drejtën, gjithë specialistët dhe analistët e jepnin 1 javë, 2 javë maksimumi rezistencë. Me fjalë, ka pas shumë pak njerëz optimist. Një nga ato kam qenë dhe unë kam qenë optimist, sepse kam pa nga afër mbrojtjen e Ukrainës, kisha parë fortifikimin, me fjalë, dhe përgatitjet e saj, motivimin e ushtrisë, dhe unë kisha besim që Ukraina do rezistonte. Por hapa që ka bërë Ukraina gjatë kësaj kohe në inovacion janë të jashtëzakonshëm. Ajo ka bërë një hapa ka zhvilluar kapacitete ushtarake të tilla që janë të lira, sepse nuk kishte financa për zhvilluar gjëra të shtrejta. Dhe i ka kthyer këto gjëra të lira në fakt me kosto shumë të ulët, i ka kthyer në një kapacitet që në të ardhmen unë them që do vendosin fatin e luftrave. Sepse aktualisht dronët që po përdoren, mund të themi pa frikë që Ukraina është lider në ka qenë fillimisht Rusia, e ndjekur nga Ukraina, natyrisht ka qenë detyruar që ta ndiqte nga me fjalë zhvillimet që kishte për të kundërpërgjigjur. Aktualisht është Ukraina lider në të fushë. Dhe ka arritur të zëvendësoj, është e para herë që ka krijuar strukturën, pra jo vetëm dronët. Njësi të posaçme për... Ka krijuar, le të themi, një forcë që nuk ekzistonte dikur. Ka patur forcë toksore, detare, ajrore, dhe forca speciale gjëra të tilla, por nuk ka pasur forca të mjeteve pa pilot. Është e para që ka krijuar në 2024, e ka ndjekur Rusia në 2025, ka qenë e detyruar. Pra, gjithmonë kemi të dy këto shtete kanë reaguar ndaj një veprimi të kundërshtarit tyre, kanë qenë të detyruar, dhe kjo ka bërë që mënyra e të luftuarit sot është krejt ndryshe nga ajo që ne mendonim para 4 vjetësh. Dhe për të shtuar kësaj dhe robotikën. Ukraina përveç dronëve që ka arritur të marrë edhe pjesë të territorit nga kundërshtari, me anë vetëm të dronëve, pa përdorur trupa, me robotikën toksore gjithashtu ka ecë para. Pra, synohet që në front, në vijën e parë tjetë robotit, mos jetë ushtari, kjo edhe për arsyen për të ruajtur forcat, për të ruajtur trupat. Dhe ka një fakt shumë domethënës, robotët duke përdorur kombinuar dhe me inteligjencën artificiale, janë një kapacitet që janë në zhvillim e sipër, e do jenë e ardhmja edhe kjo bashkë me dronët. Dronët aktualisht në këto moment, në luftën në Rusi, janë përgjegjës për rreth 80% të humbjeve totale në personel, natyrisht edhe në civil, sepse Rusia nuk një me një dronë. Përdorën në mbështetje logjistike, pra kjo ka qenë shumë jetike për Ukrainën, në Medevac, pra kanë arritur që të tërheqin pra në të gjithë rolet që tradicionalisht kryeshin nga ushtarët ose nga mjete që drejtoheshin nga njerëz. Dhe sot kjo ka ndryshuar totalisht. Kemi strukturë, si tham, të mjeteve pa pilot, kemi doktrinë, kemi taktikat përdorimit tyre që janë perfeksionuar.
Çdo sistem ka një kundër sistem dhe Pa diskutim. po investohet shumë, madje edhe vetë Ukraina po investon shumë në asgjësimin e dronëve rus. Pa diskutim. Ato janë për interceptues të dronëve, janë të parë. Po të shikojmë, Rusia nuk e ka këtë kapacitet. Vetëm në muajin prill, Ukraina ka realizuar rreth 350.000 sulme me dronë në territorin e Rusisë dhe gjysma e këtyre kanë goditur objektivat. Ndërkohë që nga ana e Rusisë, pra dronët që vinë nga Rusia, interceptohen në masën 90% nga Ukraina. Po, kanë dhe sisteme goxha të avancuar. Dhe kjo fal pikërisht të interceptimit, ka një sistem të kombinuar interceptimi, jo vetëm ja dhe sistemet perëndimore, ka krijuar një sistem të efikas dhe me kosto të ulët, është i kombinuar me dronët interceptues, me luftën elektronike dhe me gjithë sistemet e armatimit të lehtë që janë dhe ka krijuar rrjete të tilla që madje ukrainasit janë shumë inovativ, kanë përdorur çdo lloj mjeti që ngrihet në ajër. Edhe deri shotgunët i kanë pajisur ushtarët, si armë shoqëruse tani. Çdo lloj mjeti që ngrihet në ajër është përdorur për të luftuar dronët. Kështu që kemi një mënyrë të re vërtet të luftuar që unë besoj që akoma do ketë dhe shtetet, fuqit ushtarake në botë po mbajnë shënim në fakt. Nga mësimet që dalin nga kjo luftë, për të bërë ndryshimet e duhura, sepse po të marrim parasysh kemi 2 stërvitje të mëdha të NATO-s, një në vendin Balltik dhe një tjetër që u bë së fundmi. Në Suedin në mos gaboj. Po, dhe në të dyja këto janë përdorur për të simuluar rolin e kundërshtarit, janë përdorur struktura dronësh të Ukrainës, natyrisht nga ato që janë të dalë nga luftimi për rikuperim, dhe në të dy rastet, madje rasti i dytë ka qenë më flagrant, është në për stërvitje, sepse njësia e dronëve ukrainase si nxorri jashtë luftimit komplet formacionet. Dhe kjo tregon që të eksperiencës. Nuk është që vetëm çështja, kjo tregon që ne nuk kemi të përgatitur për këtë lloj lufte akoma. Shumë interesante. Redion, dhe për të kaluar tani tek armatimet më të rënda, mund të themi, nga dronët tek armët bërthamore, Rusia dhe Bielorusia kanë zhvilluar një stërvitje të përbashkët për sa i përket kapacitetet bërthamore të Rusisë. Madje thuhet që Rusia ka kaluar dhe një pjesë të arsenalit pak testata Bielorusisë, por ndërkohë, a është ky një kërcënim për NATO-n?